spektaklin tuaj. Kalojmë në një moment tjetër të veçantë. Ai është një artist i rrallë, shumë vjeçar. Artist që megjithatë një ditë kishte emigruar, por tër jetën e tij ja ka kushtuar atë dheut e këngës shqipe. Vjen sonte me një këngë të re, zonja dhe zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, zotëri Xhemail Murtishi. Zotër Xhemail, mirë se erdhe. Pa që e vuna theksin të ija. Xhemail. Xhemail. Normal këtu në Kosovë më thonë Xhemail, po Xhemail. Xhemail me i. A ne ka Shkodra Xhemal. Xhemal. Nuk prish, po veç pa emër mos më lini. Veç pa emër mos më lini. Po si e burrë? Faleminderit shumë se falenderoj nga zemra se këtu te ju e kam pas derën hapur gjithnjë. Po këngëtarët e kanë derën hapur gjithmonë në skenat. Jo gjithkohë, po ju jeni të veçantë. Ju falenderoj nga zemra shumë. Po dhe ju jeni për mua një këngëtar shumë i veçantë, një artist i veçantë që përkundër vështirësive të jetës, një jetë të tërë, thjesht në shërbim të atë dheut, si familje, dhe tash kur jemi bashk, nuk mundën që të mos duar të rokasin vllajën tuaj, Levidin që është një idealist, një atletar, një dhe t'japim shumë duar të rësitje të prej. Dhe po që s'ja ke kështë në atë dheut asë një moment, as me punë, as me vepër, po as edhe me këngë. Tanë jetën i ke këndu vendlindjes, dashuris për atë dheun, qëfar djenë kur i këndon tokës? Venit, prej pozicionit të Gurbeçarit. Tani, ne Gurbeçarit kemi emocion të veçantë, sepse nuk janë pak, janë 39 vite në Gurbet, duke lënë familjen të gjitha, ajo kënga ka qenë që na ka mbajtur gjallë. 39 vite? 39 vite. Sa vjeçar? Në Gurbet kam shkuar 24 vjetë. Iken nga, ta quajmë ikje, sepse... Edhe tash llogariti vetë. Ishte shkurje me detyrim? Me detyrim. Prej shkolle më larguan, kështu që mbeta u detyrova t'i jashtë. Të mbijetoje, të ekzistoje. Se ja këshin vënu emrin vijën e kuqe shtëpisë tuaj, familjes tuaj, emri tuaj. Mirë po, rasti i shtëpisë ndodhi para si vëlla biti, hapi gjimnazin privat në Ladorish në fshat, me vull të gjimnazit Hajdardushit Gjakovës, dhe kështu që shkaku bëjo shkollë që u hap, e cila funksionoi 5 vite. Mirë po ma ne ndodhja që ndodhi, kupton, derisa i mbyllën shkollën. U rrethu fshati, u bën nomje. U burgosën shumë shokë dhe idealistë këtu që. Arti juaj, sikur ka lind nga malli, shoh a është malli motivi më i madh që ju ka mbajtur juve si këngëtar, malli para dhënë? Ma merr mendja që po. Ma merr mendja që po, se gjitha ato vite dhe pa familje, unë kam jetuar në Gurbet, dhe më thënë kam punuar bashkë me gruan time, të them me nusën time, të cilën... Që e kemi këtu e duhet të klasin që... Të cilën e përshëndes se nuk kam ndetur këra në gjithë rrugëtimin tim deri këtu ku jam. Kurse fëmijët i lash atje në Madhej, kryen në shkolla atje, dhe me thonë ajo që ka qenë, ajo shprastira që nuk dija mund të plotësohet më në jetë, mirë po përsëri ndjem krenar, për punën që kam bërë, për kushtimin ndaj atë dheut, ka gëzoj respekt jashtëzakonshëm, sidomos këtu në Kosovë, këtu në shtëpinë time. Po je në shtëpinë tënde? Patjetër. Po se jemi ne mo, Xhemail. Patjetër. A e mendon këngën që vërtet si një diçka që ta ka shpërtu shpirtin, edhe që ka qenë kënga, muzika, streh që të ka dhënë forcë? Kënga ka qenë ajo që më ka dhënë forcë, që të them më ka mbajtur gjallë, dhe jo veç mua, po të gjithë ato mërgjimtarë që më kanë adhuruar, sepse unë, si tash, 4 vjetë që po këndoj atje në mërgjim, si para lufte, gjatë luftës, tash pak edhe më rrallë, kënga ka qenë ajo çelësi kryesor. Që të ka thënë forcë. Këndoje në shtëpi? Non-stop. A? Non-stop? Çdo herë. Fëmijët kanë shku rrugës tënde, këndon ndonjëri? Jo.
Sa fëmijë? Fëmijët i kam 3 djem, të cilët i shfrytëzorasin të përshëndes gjithë. Shqiptar 3 djem. Me vullë, Me vullë. E më janë të formuar tamam familjar, si shqiptar me një fjalë, gëzon respektin si unë ndaj tyre dhe ato ndaj me, kështu që familje të shëndosh. Zonja pak më vështirë, me 4 burra në shtëpi. Pa tjetër. Do më thonë, ju dy fishun hjekat. Mirë po, ata tash i kanë gratë e tyre, dhe janë të martuar gjithë, se unë jetoj me gruan. Këngët, kryesisht kusht i ka bërë, apo i ke bërë vetë? Jo, kam bërë vetë, kanë kryesisht përparim të mçini ndjerë, përparim të mçini i madhë, që nga skena për homazh i japën përparimi mandej kolegët që edhe kemi bërë këngë bashkë, Arben Ajdini dhe Menderes Lumani, po kam pas bashkëpunim edhe me Ysniun, që ishim në kaluar me Safire këtu, me mentor më shkollën këtu. A vetë ke bërë ndonjë këngë? Bëjë ndonjëherë? Ja, nuk jam përkushtuar, kam bërë një këngë gjatë tjetër mërgjimtar, e kam kënduar moti me tekst të Salimanit, pastaj e kanë kënduar shumë rapsot kështu në Perodar. Një jetë e shkuar, rezistencë ndaj slavëve me thana, nga asaj Jugoslavie, pastaj mbetjeve të saj, siç ishte Maqedonia më pas, e kështu me radhë punë, rritje, edukim, përkushtim, për familjen, për venin, për adheun, krejt këto me mbledh në një këngë, cili do t'ishte në i vargë, disa vargë që këshin me përmbledh jetën tonë në një këngë. A ke menu me shëndëru në këngë, mos me tregu që është jetë ajo të aty? Do duesh tjetë në infrashëri. Ta shkoj tekstin? Nuk mund, është shumë, dhe me thënë, ka shumë sende që kam përjetuar, kështu që nuk mund t'i përmbledh ato me një fjalë, po nuk kam edhe ide si mund t'a quaj. Sante do t'a promovojmë një këngë të re. Cili është mesazhi që e bardh kjo kënga juaj më e re? Kënga titulohet i kushtohet Vajzës Strugane, është me motive jugu, me tekst të Menderes Lumanit dhe muzikë dhe orkestrim të Ibrahim Islamit, Bale me pseudonim, të cilët i falenderoj nga zemra. E këndova dhe në festivalin këngë i Honë Strug, dhe më dhe në u prit mjaft mirë, do të ndigjojmë edhe këtu. Struganes. Vajzës Strugane. I kështë kënduar Struganes më heret? Po. Me që jam nga Struga, s'kam se kuj. Si jam u remendjen me këngë. Me këngë jam u remendjen. Kënga që? Vajza Strugane. Vajza Strugane. I e knashun me realizimin me... Shumë. E ke bërë klip apo do t'a bësh? Po, e bërë klip. E bërë klip? E bërë në Struga ty. E bukur shumë. Tash po shijon, ke danë pension, po shijon. Dole para 3 vite. Atë dhejun ku shëtit i lirë, se dikur e ke pas të vështirë dhe të shëtis që si lirë. Mirë po tash po shijoj, ka mecë, dhe me thonë në Kosovë mos flasin, nuk ka vend që s'kam qënë, edhe vi shpesh herë në Shqipëri gjithashtu, në Strugë më mos flasim, kështu që lëviz shumë, jam vital. Çka nuk po në rahatoheni në aspektin politik ju? Digjo, çfarë menduam në fillim për çfarë organizuam, nuk doli, po më rëndësishë që Kosova u pavarësua dhe i harruam të gjitha. Jo, veç më rëndësi është që me gjitha atë liri që e kanë shqiptarët atje, e ka sjellur UÇK-ja. Edhe veç UÇK-ja mund ta mbrojë. Patjetër, ajo është me dhe i madh dhe i vogël, e plak e i ri, e plak e re, e çdo qenje që i thot bukës buke, ujit uj, do ta di që veç UÇK-ja e ka bërë, e bën dhe e mbron. UÇK-ja është zemra jonë. Dhe respekt të gjithë dëshmorë që dham jetën. Ne dhe dham kontributin, mund të quaj modest në atë fjallën popullore, atë që punë që bëmë mirë, po nuk kemi ndetë edhe një, do me thonë, kemi hetër, kemi lëvizur, derisa erdhi kjo ditë. Përna nuk kemi fajtor që Ali Ahmeti është UÇK-ja tash. Jo, patjetër, respekt. E di që të zemë dhombi edhe të prek në atë emocion, po ta lem s'kene se sonte po promovojmë këngën. Edhe, do më thanë, ke vazhdu me i thanë zonjes që kjo Strugania është kjo. Vajza Strugania është kjo. Jo, ajo e di që është për ata. Kjo dhe vetëm kjo, e di ajo që është. E di. E ishte kënaqësi, s'kena për ty, le ta promovojmë. Shumë faleminderit.